Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis 4 antipasta për tavolinën tonë të dhjetorit, të festave të dhjetorit. Atëherë, për antipastën e parë kam salam me feta, mund të përdorni çdo lloj sallame që juve ju pëlqen. Kam djath Philadelphia, ullinj dhe domate të thata. Këto janë përbërësit. Kam shtruar një qese guzhine me mbran. Do vendos fetat e sallamit. Njëra afër tjetrës. E se çfarë sasi do përdorni nuk është se ka problem, sepse në përgjithësi varet edhe se sa racione po themi doni të nxirrni ose doni të bëni juve. Varet se sa persona jeni, se sa tavolinë të madhe do shtroni e kështu me radhë. Mund t'ju duhet ndoshta edhe 2 si këto rolet që po bëj tash me sallam. Ja që do ta shkoni pak a shumë se sa doni të bëni, po themi doni thjesht të bëni një antipastë vogël, apo doni të bëni 2 antipasta, 3 antipasta, po flasim gjithmonë nga e njëjti lloj. Atëherë, kam hapur sallamin sipër qeses, të membranës, dhe do hap Philadelphian. Do ta hapi mirë të gjithën sipër sallamit. Kam shtruar Philadelphia sipër sallamit. Këtu kam ullinjt. Ullinjt normalisht pa far dhe i kam prerë në copa të vogla. Do t'i përhapi mirë sipër sallamit dhe Philadelphias. Të vënë gjithandej. Atëherë kemi hapur dhe ullinj. Dhe tani do hapim domaten, do t'i shpërndajmë gjithandej. Të bien gjithandej edhe për shije, që kur ta kafshojmë të jetë gjithandej, po edhe për ngjyrë. Nëse nuk doni të përdorni domate të thata, mund të përdorni speca gogozhare. Nëse keni dëshirë diçka të afërt, nëse keni dëshirë gogozhare mund të përdorni specë të kuq. Kemi përhapur mirë edhe domatet. Dhe do fillojmë dhe do mbledhim rolen e sallamit. Vështirim avash avash, çojmë deri në fund. Atëherë, e rregullojmë te qesja mirë, që mos të na dalë jashtë dhe fillojmë dhe e mbledhim. Po themi po e bëjmë si një karamele të madhe. Atëherë, pasi e kemi përfunduar, i shtrëngojmë anësoret e qeses, e mbyllim mirë dhe do ta vendosim në frigorifer të ri për 1 orë, pak a shumë që të fillojë të mblidhen përbërësit me njëri tjetrin dhe të kemi mundësi që ta presim rehat. Pasi e kam lënë për 1 orë, antipastën të ri në frigorifer, do ta nxjerrim dhe do ta presim. Do ta vendosim në pjatancën që ne do ta shërbejmë. Do ta mbaj me dorë me kujdes, do marrim një thikë të mpret, që pret mirë, dhe me kujdes do ta presim. Do t'i presni rrahët sa të dëshironi ju, po dhe shumë të vogla nuk është se duam t'i presim. Antipasta time e parë është gati. Ka përfunduar.
kjo është antipasta e dytë që do përgatis. Nuk po i them të gjitha njerëz 4 antipastat, siç po e shikoni, po i them të gjitha, ndërkohë që po i përgatis që mos të ngatrojnë me njëra tjetrën. Për këtë antipast kam sheg, mund të përdorni biskota të kripura ose diçka të ngjashme me to, kam gjizë pa krip, ara, boronic, majdanoz, djath kaçkavall, krip dhe piper. Këto janë përbërësit, shegën e kemi për pjesën e jashtme, edhe biskotat e kripura, tham gjizë pa krip, në qoftë se keni dëshirë të përdorni dhe rikota, është sipas dëshirës tuaj. Tham gjizë pa krip, ara, të cilat i kemi thërmuar më përpara, boronicat, në qoftë se ju pëlqejnë mund t'i zëvendësoni me rusht të thatë. Do shtojmë edhe majdanoz. Dhe do ta punoj me spatull që do bëhet mirë përzierja e të gjithë përbërësve. Kemi përzier paksa, do t'i shtojmë edhe piper. Megjithatë është sipas dëshirës, në qoftë se nuk ju pëlqen të përdorni piperin, do shtojmë edhe krip. Do shtojmë krip sepse gjiza është pa krip. Edhe vetëm djathi kaçkavall, po themi që është i grirë, është që ka paksa krip. Megjithatë shtuam kaq krip, por mund ta provoni. Ndërkohë që i përzieni të gjithë përbërësit bashkë, mund ta provoni nëse ka krip, nëse do edhe pak krip. Djathi kaçkavall që do përdorni sipas dëshirës, çfarë përdorni ju në familjen tuaj dhe që ju pëlqen. Atëherë përzijmë shumë mirë. Tham sasia e gjërave që do përdorni varet gjithmonë nga sasia që doni juve, sepse varet se sa persona keni të ftuar ose për sa veta po themi do shtrohet darka e festave. Por këto janë antipasta që përdoren qoftë për një ditëlindje, për një darkë, nuk është e thënë që mund t'i përdorni vetëm për festat e dhjetorit, po themi. Mund ta përdorni për çfarë do lloj feste apo tavoline që juve shtroni në shtëpinë tuaj. Do ta shtojmë të gjithë gjizën me përbërësit në një qese membran. Kam shtruar një membran. Atëherë, kam shtruar membranën poshtë dhe shtova gjizën pa krip me të gjithë përbërësit që neve i shtuam brenda dhe do filloj dhe do mbledhim membranën që ta ndihmojmë të bëhet një tokë. Por në qoftë se nuk keni membran për momentin, po themi ose doni të përdorni membran, normalisht mund të përdorni dhe qese që i përdorni për mishin. T'i japim formën e rumbullakët dhe do ta vendosim në frigorifer për gjysmë orë sa të bashkojmë përbërësit me njëra tjetrën dhe të forcohet paksa. E kemi gati. E kam nxjerr antipastën nga frigoriferi. Do shtojmë në një pjatë të madhe shegët, si shtar shegët i kemi për pjesën e jashtme. Do t'i hapim në pjatë. Dhe do kthejmë antipastën që ta ndihmojmë që të marrë shegët, po themi. Në këtë mënyrë do t'ja ngjisim të gjitha shegët pas vetes. Antipasta time e dytë është gati, dhe kemi gati për ta shërbyer. Do të filloj me antipastën time të tretë. Këtu kam baget, të cilën e kam prerë në këtë formë. Kam djath Philadelphia, salmon të tymosur,
ara, të cilat i kam ndarë në 4 pjesë dhe do ta përdorim kështu dhe kopër. Këto janë përbërësit dhe do lyejmë bukën me Philadelphia. Pastaj sasja që do t'i vendosni sipër e keni në dorën tuaj. Doni ta bëni me një shtresë të trash apo me një shtresë të hollë normale, po themi. Kemi vendosur Philadelphia, do vendosim salmonin, t'i shtojmë pak sa kopër dhe sipër do t'i vendosim arën. Në këtë mënyrë do bëjmë bagetat, do bëjmë aq, po themi sa persona kemi ose aq sa kemi menduar. Mund të bëni një bagetë të tërë, mund të bëni 2 bageta, varet thamë gjithmonë nga personat që do jemi darkën e vitit të ri, apo ku dëgjon për Krishtlindje, apo qoftë se bëni një darkë, një tavolinë. Atëherë tham Philadelphia, salmonin, pak sa kopër sipër, edhe për ngjyrë po edhe për shije. Dhe një copë me arë. Antipasta ime e tretë është gati, ka përfunduar. Kjo është antipasta e 4. Kam djathë mozzarella, jo topat e vegjël, po pak më të mëdha që të mundemi dhe t'i presim në feta të plota. Kam mozzarella, domate, kam borzilok, aceto balsamico, krip dhe vaj ulliri. Është një sallatë që do ndërtuar minutat e fundit, po themi, sepse domatja fillon pastaj edhe lëshon lëng, edhe nuk na pëlqen, nuk do duket bukur në tavolinë. Prandaj do mundohemi që ta përgatisim minutat e fundit. Dhe sidomos ndërtimin do t'ja bëjmë minutat e fundit. Ndërtimi po flas vaj, krip edhe uthull aceto balsamico. Do presim në feta mozzarella dhe domatet dhe do t'i rreshtojmë te pjatanca që neve do ta shërbejmë. Rreshtojmë një fet mozzarella, një fet domate, një fet mozzarella, një fet domate. Nëse shikojmë që kemi mjaftueshëm, po themi, atëherë mund t'i ngushtojmë edhe pak më ngjeshur me njëra tjetrën. Sepse varet se sa mozzarella, po themi, keni bler. Kam vënd, mund t'i ngushtoj edhe pak, që të vazhdoj të avë të gjithë mozzarellën. Atëherë i rreshtoj mirë, në këtë mënyrë. Kemi shumë mirë. Do vazhdojmë dhe do vendosim ndërmjet që të bëhet diferenca në ngjyrë, po themi, gjethet e borzilokut. I vendosim gjithandej. Në këtë mënyrë. Atëherë, pasi kemi vendosur gjethet në anësore, gjithandej po themi, në këtë mënyrë, do vendosim në mes një domate, një mozzarella dhe do vazhdojmë, do vendosim borzilokun. Nëse keni dëshirë, mund të merrni edhe rukoll, një dorë me rukoll, ta lani, ta pastroni dhe t'ja
vendosni në mes. Në vend të domates dhe mozzarellës mund të vendosni rukola. Vendosim gjethet. Atëherë kemi gati. Mendoj mos të shtoj më borzilok. Largojmë. E kemi gati. Është momenti që ta ndërtojmë. Do bëjmë pa kujdes me kripën. Unë do t'ja hedh me lugë që mos të më bjeri shumë. Do ta spërkas me dorë. Në këtë mënyrë. Do shtojmë vaj ulliri. Dhe udhëll balsamiko. Me atë që do bëjmë pa kujdes, që mos na biri shumë, sa si e madhe. Mjafton. E kemi gati. Antipastat janë gati, kanë përfunduar, mund t'i përgatisni dhe t'i shijoni me familjen tuaj. Dalin me të vërtet shumë të shijshme. Provojni se kanë për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.